Kapitulli 15. Zemërata e Perëndis. Zemërat, në origjinal, wrath, përkufizohet në fjalorin e gjuhës angleze si indinjat dhe zemërimi i thellë e i vrullshëm. Zemërim, në origjinal, anger, përkufizohet si trazimi i pakënaqësive të mëritura dhe i dëshirës së fortë për hakmarrje, për shkak të ndjesisë së lëndimit ose të ofendimit. Ndërsa indinjata përkufizohet si zemërimi i drejtë, i nxitur nga padrejtësia dhe shpirtligësia. E tillë pra është zemërata. Dhe Bibla na thot se zemërata është një atribut i Perëndisë. Kudo në përkishat e krishtera, ekziston prirja për ta nënvlerësuar këtë temë. Ata që ende besojnë në zemëratën e Perëndisë, pasi jo të gjithë e besojnë, flasin fare pak për të, ose ndoshta nuk kanë ndonjë konsideratë të madhe për të. Në një epokë, e cila me paturpësi prostituon pas perëndive të lakmisë, krenarisë, seksit dhe kokfortësisë, kisha vetëm sa belvëzon për mirësinë e Perëndisë. Ndërkohë, nuk thot asgjë për gjykimin e tij. Sa shpesh dëgjuat vitin e kaluar ose nëse jeni një shërbestar, sa herë predikuat mbi zemëratën e Perëndisë? Vras mendjen sa kohë ka kaluar që kurse një i krishter ka folur hapur mbi këtë temë në radio ose televizion, apo në një nga ato predikimet e shkurtra gjysmë kolone që shfaqen në disa revista dhe gazeta të përditshme kombëtare. Dhe nëse ka pasur një të tillë, sa kohë do të duhet përpara se t'i kërkojnë që të flas apo të shkruaj sërish? Në fakt, tema e zemëratës hyjnore është kthyer në një tabu për shoqërinë moderne dhe të krishterët përgjithsisht e kanë pranuar këtë tabu dhe e kanë kushtëzuar veten për të mos e prekur më këtë çështje. Mund të pyesim se pse duhet të ndodhë kështu, pasi Bibla sillet shumë ndryshe. As që mund të imagjinohet që tema e gjykimit hyjnor të ketë qenë ndonjëherë popullore, e megjithatë, shkrimtarët biblik e trajtojnë vazhdimisht këtë temë. Një nga aspektet më mbreslënse në lidhje me Biblën është zelli me të cilën të dyja dhjatat theksojnë realitetin dhe tmerrin e zemëratës së Perëndisë. Një studim i konkordancës do të na tregojë që në shkrim ka më tepër referenca për zemërimin, tërbimin dhe zemëratën e Perëndisë nga sa ka për dashurinë dhe butësinë e tij. A. W. Pink, Atributet e Perëndisë, faqja 134. Bibla e thekson fort idenë që ashtu sikurse Perëndia është i mirë me ata që i zënë besë atij, po kështu ai është i tmerrshëm me ata që nuk i zënë besë. Zoti është një Perëndi xheloz dhe hakmarrës. Zoti është hakmarrës dhe plot tërbim. Zoti hakmerret me kundërshtarët e tij dhe ruan zemërimin për armiqt e tij. Zoti është i ngadalshëm në zemërim dhe pushtet madh, por nuk e lë pa e ndëshkuar as pak të ligun. Kush mund të rezistojë përpara indinjatës së tij dhe kush mund të durojë zjarrin e zemërimit të tij? Tërbimi i tij derdhet si zjarr dhe shkëmbinjt janë të thermuar prej tij. Zoti është i mirë. Është një fortesë në ditën e fatkeqësisë. Ai i njeh ata që kërkojnë streh tek ai, por ai do të kryejë një shkatërim të plot dhe armiqtë e tij do të përndiqen nga terri. Nahumi, kapitulli 1, vargjet 2 deri në 8. Pritshmëria e palit që Zoti Jezus do të shfaqet një ditë në flak zjarri dhe për t'u hakmarrë kundër atyre që nuk njohin Perëndi dhe atyre që nuk i binden ungjillit të Zotit ton Jezu Krisht. Ata do të ndëshkohen me shkatërim të përjetshëm, larg nga fytyra e Zotit dhe nga lavdia e forcës së tij, kur ai të vijë atë ditë
të marrë lavdin ndër shenjtorët e vet. 2 Thesalonikasve kapitulli 1 vargjet 7 deri në 10 është një kujtesë e mjaftueshme që theksimi i Nahumit nuk është veçanti vetëm e dhjatës së vjetër. Në fakt, përgjatë gjithë dhjatës së re, zemërimi i Perëndis, zemërata dhe thjesht fjala zemërim janë në të vërtetë terma teknik për veprimtarinë shpagimtare të Perëndis, me çfarë do lloj mjeti kundër tyre që e kanë sfiduar atë. Shih Romakëve kapitulli 1 vargu 18, kapitulli 2 vargu 5, kapitulli 5 vargu 9, kapitulli 12 vargu 19, kapitulli 13 vargjet 4 deri në 5. 1 Thesalonikasve kapitulli 1 vargu 10, kapitulli 2 vargu 16, kapitulli 5 vargu 9, Zbulesa kapitulli 6 vargjet 16 dhe 17, kapitulli 16 vargu 19, Luka kapitulli 21 vargjet 22 deri në 24 e të tjera. Në fakt, Bibla nuk na e bën të njohur zemëratën e Perëndis vetëm me deklarata të përgjithshme si ato që kemi cituar. Historia e Biblës, sikurse e pam në kapitullin pararendës, shpall me forcë si ashpërsinë, ashtu edhe mirësinë e Perëndis. Në të njëjtin kuptim që libri i famshëm i Bunjanit Udhëtari mund të konsiderohet një libër që flet për udhët drejt ferit, po ashtu edhe Bibla mund të konsiderohet si libri i zemëratës së Perëndis, pasi ajo është përplot me portretizime të shpagimit hynor nga mallkimi dhe dëbimi i Adamit dhe Evës tek Zanafilla 3 e deri te shkatërimi i Babilonisë dhe tek gjykimet e mëdha tek Zbulesa kapitulli 17, 18 dhe 20. Qartësisht pra, tema e zemëratës së Perëndis nuk i vë as pak në siklet shkrimtarët biblik. Atëherë, pse duhet të vihemi ne? Nëse Bibla flet kaq hapur për këtë gjë, pse vallë ndjejmë detyrimin për të heshtur? Cili është shkaku i trazimit dhe i turpërimit ton sa herë ngrihet kjo temë dhe i shtysës për ta zbutur e për ta shmangur atë kur na pyesin? Ku qëndron rënja e hezitimeve dhe vështirësive tona? Tani, nuk po flasim këtu për ata të cilët e shpërfillin konceptin e zemëratës hynore, thjesht sepse ata nuk janë gati të marrin seriozisht asnjë aspekt të besimit biblik. Përkundrazi, po flasim për shumë prej atyre që e konsiderojnë veten si të shtëpisë, të cilët kanë një besim të patundur në dashurinë dhe mëshirën e Perëndis, në veprën shpenguese të Zotit Jezu Krisht, dhe që ndjekin shkrimin me qëndrueshmëri në çdo temë tjetër, përveç kësaj teme. Cili është problemi në të vërtetë? Si ngjan zemërata e Perëndis? Shkaku themelor i pakënaqësisë son duket se është një dyshim shqetësues sipas së cilës konceptet rreth zemërimit janë në shumicën e rasteve të padenja për Perëndin. Për shembull, zemërata për disa nënkupton një humbje vetkontrolli, një vajtje gjaku në kokë, që pjesërisht, për të mos thënë tërësisht, është e paarsyeshme. Për të tjerë, ajo sugjeron inatin nga ndërgjegjësimi i pamundësisë për të reaguar, nga krenaria e lënduar ose thjesht nga një sjellje e keqe. Sigurisht, thon ata, a nuk do të ishte e gabuar t'i veçësh Perëndis qëndrime të tilla? Përgjigjja është kjo. Në të vërtetë, do të ishte gabim. Mirë po Bibla nuk na kërkon që ta bëjmë këtë. Me sa duket, këtu kemi të bëjmë me një keqkuptim të gjuhës antropomorfe që përdor shkrimi, domethënë të zakonit biblik në përshkrimin e qëndrimeve dhe ndjenjave të Perëndis në terma të cilët zakonisht përdoren kur flasim për qenjet njerëzore. Ky zakon mbështetet në faktin që Perëndia na krijoi në shëmbëllimin e tij, kështu që personaliteti dhe karakteri njerëzor kanë më shumë ngjashmëri me qenien e Perëndis
se sa çdo gjë tjetër që njohim. Mirëpo, kur shkrimi i flet për Perëndin me një gjuhë antropomorfe, nuk po thot që kufizimet dhe mungesa e përsosmërisë, të cilat u përkasin tipareve tona personale si krijesa të mëkatshme, u përkasin gjithashtu edhe cilësive përkatëse të krijuesit ton të shenjtë. Përkundrazi, Bibla e merr për të mirëqenë që ato nuk i përkasin atij. Kështu dashuria e Perëndisë, sipas këndvështrimit të Biblës, asnjëherë nuk e nxit atë drejt veprimeve të marra, impulsive dhe imorale, sikurse ndodh shpesh me dashurinë tonë njerëzore. Në të njëjtën mënyrë, edhe zemërata e Perëndisë në Bibël nuk është kurrë tekanjoze, egoiste, gjaknxehtë dhe moralisht e pandershme, siç ndodh shpesh me zemërimin ton. Përkundrazi, zemërata e Perëndisë është një reagim i drejtë dhe i domosdoshëm ndaj një ligësie morale të dallueshme. Perëndia është i zemëruar vetëm atëherë kur duhet treguar zemërim. Madje, edhe mes njerëzve ekziston ajo që quhet indinjata e drejtë, ndonse shfaqet rrallë, por se e gjithë indinjata e Perëndisë është e drejtë. A do të ishte një perëndi i mirë ai që do të gjente po aq kënaqësi në ligësi sa gjen edhe në mirësi? A do të ishte moralisht i përsosur një perëndi që nuk do të reagonte armiqësisht ndaj ligësisë në këtë botë? Sigurisht që jo. Mirëpo, është pikërisht ky reagim armiqësor ndaj ligësisë, i cili është një aspekt i domosdoshëm i përsosmërisë morale, për të cilin e ka fjalën Bibla kur flet për zemëratën e Perëndisë. Kurse disa të tjerëve, mendimi i zemëratës së Perëndisë u sugjeron mizori. Ndoshta atyre u kujtohet çfarë është thënë për atë predikimin e famshëm ungjillizues të Jonathan Edwards, mëkatarët në duart e një perëndie të zemëruar, të cilin Perëndia e përdori për të sjellë rizgjim frymëror në qytetin e Enfieldit, në shtetin e New England në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në vitin 1741. Në këtë predikim, teksa shtjelloi temën e tij që Perëndia i mban mëkatarët me dorën e tij mbi gojën e ferrit, Edwards përdori disa imazhe tepër të zjarrta furnaltash në mënyrë që bashkësia e tij ta ndjente tmerrin e situatës në të cilën ndodheshin dhe që t'i jepte forcë përfundimi të predikimit të tij. Prandaj, le të zgjohet tani kushdo që nuk është në Krishtin dhe t'i largohet zemëratës që po vjen. Kushdo që e ka lexuar predikimin, e di që teologu shumë i njohur baptist A.H. Strong kishte të drejtë kur theksoi që imazhet e Edwardsit, pavarësisht se ishin tepër të mprehta, nuk ishin gjë tjetër veç se figura letrare. Pra, e thënë ndryshe, Edwards nuk e konsideronte ferrin si zjarr dhe squfur, por përkundrazi, e shihte në mungesën e shenjtërisë dhe në ndarjen nga Perëndia të ndërgjegjes fajtore dhe akuzuese, e cila simbolizohet nga zjarri dhe squfuri. Systematic Theology, faqja 1035. Mirëpo, kritikët e Edwardsit nuk po thonë vetëm kaq. Ata thonë se një perëndi i tillë, i aftë për të dhënë një dëshkim që mund të përshkruhet me një gjuhë të tillë, duhet të jetë një përbindësh mizor dhe i ashpër. A qëndron ky koncept? Dy konsiderata biblike na tregojnë që ky koncept nuk qëndron. Së pari, zemërata e Perëndisë në Bibël ka gjithmonë një karakter gjyqësor. Do me thënë, ajo është zemërata e një gjykatësi i cili administron drejtësinë. Mizoria është gjithmonë e pamoralshme. Mirëpo gjithçka që e gjejmë në Bibël, si edhe në predikimin e Edwardsit mbi tmerret e atyre që përjetojnë tërësinë e zemëratës së Perëndisë, qartësisht na tregon që secili merr pikërisht atë që meriton. Duke i bërë Jehon Psalmit 62 vargu 12 dhe Fjalëve të Urta kapitulli 24 vargu 12, Pali na thot për ditën e zemërimit
dhe të zbulesës së gjyqit të drejtë të Perëndisë, që do ta shpaguaj secilin sipas veprave të tij. Romakëve, kapitulli 2, vargjet 5 dhe 6. Vetë Jezusi, i cili në fakt foli më shumë mbi këtë temë se çdo personazh tjetër i dhjatës së re, theksoi që shpagimi do të jetë në raport me atë që meriton çdo individ. Por ai shërbëtor që e dinte vullnetin e Zotit të tij dhe nuk u bë gati e nuk bëri sipas vullnetit të tij, do të rrihet shumë. Por ai që nuk e dinte, po bëri gjëra që meritojnë të rrahura, do të rrihet pak. Kujt ju dha shumë, do t'i kërkohet shumë, dhe kujt ju besua shumë, do t'i kërkohet më shumë. Luka, kapitulli 12, vargjet 47 dhe 48. Në predikimin të cilit i jemi referuar tashmë, Edwards thot që Perëndia do të sigurohet që nuk do të vuash përtej asaj që kërkon drejtësia e përpikt. Mirëpo, është pikërisht ajo që kërkohet nga drejtësia e përpikt, këmbgul ai, e cila do të jetë tepër e rëndë për ata që vdesin në mosbesim. Nëse shtrohet pyetja, a meriton vallë mosbindja ndaj krijuesit ton një ndëshkim të rëndë dhe të ashpër? Kushdo që është bindur ndonjëherë për mëkatin, e di pa pikë dyshimi që përgjigjja është po. Ai e di gjithashtu që kushdo që nuk është ndërgjegjësuar ende për marrë parasysh, si e ka thënë edhe Anselmi, se sa i rënd është mëkati, nuk është ende i kualifikuar për të dhënë një opinion. Së dyti, zemërata e Perëndisë në Bibël është diçka që njerëzit e zgjedhin për veten e tyre. Përpara se të jenë një përvojë ndëshkuese e shkaktuar nga Perëndia, ferri është një gjendje të cilën njeriu e zgjedh vetë, duke u larguar nga drita që Perëndia shkëlqen në zemrën e tij për ta tërhequr atë te vetja. Kur Gjoni shkruan, ai që nuk beson në Jezusin, tashmë është gjykuar, sepse nuk ka besuar në emrin e birit të vetëm lindur të Perëndisë. Ai vazhdon të shpjegohet me fjalët: "Dhe gjyqi është ky. Drita erdhi në botë dhe njerëzit deshën errësirën më tepër se dritën, sepse veprat e tyre ishin të mbrapshta." Gjoni, kapitulli 3, vargjet 18 dhe 19. Gjoni nënkupton pikërisht atë që po thot. Akti vendimtar i gjykimit mbi të humburit është gjykimi që ata kanë dhënë për veten e tyre, duke e refuzuar dritën që u është dhënë në dhe përmes Jezu Krishtit. Në këtë analizë të fundit, gjithçka që Perëndia bën si rrjedhim në aktin gjyqësor ndaj jo besimtarit, qoftë në këtë jetë ose pas saj, është që t'i shfaq dhe ta udhëheq atë drejt pasojave të plota të zgjedhjes që ai ka bërë. Zgjedhja thelbësore ishte dhe mbetet kjo: ose njeriu do të reagojë ndaj thirrjes "Ejani tek unë, merrni mbi vete zgjedhën time dhe mësoni nga unë", Mateu kapitulli 11 vargjet 28 dhe 29, ose jo, ose do ta shpëtojë jetën e tij duke e neglizhuar kritikën e Jezusit dhe duke i rezistuar kërkesës së tij për t'ia kontrolluar atë, ose do ta humbas jetën e tij duke e mohuar veten, duke marrë kryqin e tij mbi sup, duke u bërë një dishepull dhe duke e lejuar Jezusin të bëjë atë që ai dëshiron me të. Në rastin e parë, Jezusi na thot që mund të fitojmë botën, por pas një dobi, sepse do të humbasim shpirtin ton. Në rastin e dytë, duke e humbur jetën ton për hir të tij, ne do ta gjejmë vetë jetën. Mateu, kapitulli 16, vargjet 24 deri në 26. Mirëpo, çfarë do të thotë që ta humbasim shpirtin ton? Për t'ju përgjigjur kësaj pyetjeje, Jezusi përdor një imazh shumë serioz, atë të Gehenës, që këtu dhe në disa pasazhe të tjera tek Ungjit nënkupton ferrin, luginës jashtë Jeruzalemit,
ku digjeshin mbeturinat. Atje ku krimbi nuk vdes. Marku, kapitulli 9, vargu 48. Që me sa duket, është një metaforë për kalbjen e pafundme të personalitetit prej vrasjes së ndërgjegjes, ku zjarri është një metaforë për vetëdijen e mundimshme të mospëlqimit të Perëndisë, ku errësira e skajshme është metaforë për njohurinë e humbjes, jo thjesht humbjen e Perëndisë, por edhe humbjen e çdo të mire dhe gjithçkaje që e ka bërë jetën të denjë për të jetuar, ku kërcëllitja e dhëmbëve qëndron si metaforë për dënimin dhe neveritjen e vetes. Nuk ka dyshim që këto gjëra janë të frikshme përtej çdo imagjinate, ndonë se ata që janë bindur për mëkatin janë paksa të njohur me to. Mirë po këto nuk janë dëshkime arbitrare. Përkundrazi, ata përfaqësojnë një zhvillim të ndërgjegjshëm drejt gjendjes në të cilën dikush ka zgjedhur të jetë. Jo besimtari ka preferuar të jetë vetëm, pa Perëndin, duke e sfiduar hapur atë, duke e pasur Perëndin kundërshtarin e tij, dhe ai do të marrë pikërisht atë që preferon. Askush nuk qëndron nën zemëratën e Perëndisë përveç atyre që kanë zgjedhur të jenë nën të. Thelbi i veprimit të Perëndisë në zemëratën e tij, në të gjitha pasojat e saj, është që t'u jap njerëzve atë që ata zgjedhin, asgjë më shumë dhe, njëkohësisht, asgjë më pak. Gatishmëria e Perëndisë për ta respektuar zgjedhjen njerëzore deri në këtë pikë mund të duket shqetësuese dhe madje llahtarshme, mirëpo është e qartë që qëndrimi i tij në këtë pikë është përfundimisht i drejtë dhe diametralisht i kundërt me shkaktimin e papërgjegjshëm dhe të paarsyeshëm të dhimbjes, të cilën ne e konsiderojmë si mizori. Prandaj, për të gjitha ato pasazhe biblike, të cilat shpesh janë tepër metaforike dhe e portretizojnë mbretin dhe gjykatësin hyjnor duke derdhur zemëratën dhe hakmarrjen e tij ndaj nesh, çelësi i interpretimit të tyre është njohuria që Perëndia këtu vetëm sapo ratifikon dhe konfirmon gjykimet të cilat ata që ai i viziton ja kanë ndjell vetes përmes udhës që kanë zgjedhur të ndjekin. Kjo shfaqet në historinë e aktit të parë të zemëratës së Perëndisë ndaj njerëzimit, tek Zanafilla 3, ku mësojmë se Adami kishte zgjedhur tashmë t'i fshihej Perëndisë dhe t'i largohej pranisë së tij, përpara se Perëndia ta dëbonte atë nga kopshti i Edenit. Ky parim gjen zbatim kudo në Bibël. Letra e Romakëve mbi zemëratën e Perëndisë. Trajtimi klasik i zemëratës së Perëndisë në Dhjatën e Re gjendet në letrën drejtuar Romakëve, të cilën Luteri dhe Kalvini e konsideronin si porta e Biblës. Në fakt, ajo përmban referencat më të drejtë për drejta për zemëratën e Perëndisë, sesa gjithë letrat e tjera të Palit të marra së bashku. Do ta mbyllim këtë kapitull duke analizuar atë që letra e Romakëve na thot për zemëratën e Perëndisë. Ky studim do të na shërbejë për të qartësuar disa pika, të cilat i kemi parashtruar tashmë. Pika e parë: kuptimi i zemëratës së Perëndisë. Zemërata e Perëndisë në letrën e Romakëve paraqet veprimin e palëkundur të Perëndisë për të ndëshkuar mëkatin. Ajo është po aq shprehje e një qëndrimi personal dhe emocional të Trinisë Jehova, sa edhe dashuria e tij për mëkatarët. Ajo është shfaqja aktive e urrëties së tij ndaj mosbesimit dhe ligësisë morale. Fjala zemërim, kapitulli 5 vargu 9 dhe kapitulli 2 vargu 5, mund t'i referohet veçanërisht kësaj shfaqjeje të ardhshme e përfundimtare të kurorëzimit të urrëties së tij në ditën e zemërimit, por mund t'i referohet gjithashtu edhe ngjarjeve e proceseve të tanishme të provanisë, në të cilat mund të dallohet shpagimi hyjnor për mëkatin. Kështu, gjyqtari që i dënon kriminalët
është shërbenjës i Perëndis, hakmarrës për të ushtruar zemërim kundër atij që bën të keqen. Kapitulli 13, vargu 4, krahaso me vargun 5. Zemërata e Perëndis është reagimi i tij ndaj mëkatit ton. Ndaj thuhet se ligji prodhon zemërim. Kapitulli 4, vargu 15. Sepse ligji e zgjon mëkatin e fjetur brenda nesh, dhe ky shkakton që shkelja e ligjit, sjellja që ndjell zemëratën, të shumohet. Kapitulli 5, vargu 20. Kapitulli 7, vargjet 7 deri në 13. Si reagim ndaj mëkatit, zemërata e Perëndis është një shprehje e drejtësisë së tij, dhe pali e refuzon plot indinjat sugjerimin. Perëndia qënka i padrejtë kur shfren zemërim. Kapitulli 3, vargu 5. Personat e përgatitur për shkatërim, ai i përshkruan si enë të zemërimit, do me thënë si objekte të zemërimit. Në një kuptim të ngjashëm me atë që diku gjetiu, ai i quan bij të zemërimit. Efesianëve kapitulli 2, vargu 3. Shërbëtorët e botës, mishit dhe djallit. Këta persona, thjesht duke qenë vetvetja, e ndjellin zemëratën e Perëndis mbi veten e tyre. Pika e 2. Zbulesa e zemërimit të Perëndis. Sepse zemërimi i Perëndis zbulohet nga qielli mbi çdo pabesi e padrejtësi të njerëzve, që mbysin të vërtetën në padrejtësi. Kapitulli 1, vargu 18. Koha e tashme e foljes zbulohet nënkupton një zbulim të vazhdueshëm, pra gjatë gjithë kohës, nga qielli, e cila qëndron në kontrast me shprehjen në Ungjillin, në vargun pararendës, dhe nënkupton një zbulim universal, duke prekur edhe ata të cilët Ungjilli nuk i ka arritur ende. Si ndodh ky zbulim? Ky zbulim lë gjurmë drejt për së drejti në ndërgjegjen e çdo personi. Ata të cilët Perëndia i ka dorëzuar në një mendje të çoroditur, kapitulli 1, vargu 28, dorëlëshuar në kryerjen e mëkatit, ende e din dekretin e drejtë të Perëndis, të cilit ata që bëjnë gjëra të tilla meritojnë vdekjen. Kapitulli 1, vargu 32. Askush nuk është lënë në errësirë pa ndonjë fije njohurie për gjykimin që po vjen. Ky zbulim i menjëhershëm konfirmohet nga fjala e zbuluar e Ungjillit, e cila na përgatit për lajmin e saj të mirë, duke na treguar së pari për lajmin e keq, për ditën e zemërimit dhe të zbulesës së gjyqit të drejtë të Perëndis. Kapitulli 2, vargu 5, që po vjen. Nuk mbetet me kaq. Për ata që kanë sy të shohin, shenjat e zemëratës aktive të Perëndis shfaqen edhe në gjendjen e tanishme të njerëzimit. Të krishterët dallojnë ngado një model degenerimi, i cili vazhdimisht përfundon kështu, nga njohja e Perëndis tek adhurimi i asaj që nuk është Perëndi, nga idhujtaria në një imoralitet të njësoj akoma më të neveritshëm, kështu që secili brez prodhon të korra të reja, pa udhësie dhe pa drejtësie. Në këtë rënje, ne duhet të njohim veprimin e tanishëm të zemëratës hyjnore, në një proces gjyqësor të ngurtësimit të zemrës dhe të heqjes së frenave, ku njerëzit lihen në ndikimin e prirjeve të tyre të korruptuara dhe kështu përfundojnë duke vënë në praktik gjithnjë e më lirisht dëshirat e zemrave të tyre mëkatare. Pali e përshkruan këtë proces te Romakëve kapitulli 1, vargu 19 deri në 31, siç e kishte mësuar nga Bibla e tij dhe nga koha në të cilën jetonte, ku shprehjet thelbësore janë: Perëndia i dorëzoi në papastërti, prandaj Perëndia i dorëzoi ata në pasione të turpshme. Perëndia i dorëzoi në një mendje të çoroditur. Kapitulli 1, vargu 24, vargu 26 dhe vargu 28.
Nëse dëshironi prova që zemërata e Perëndisë për të cilën ju vetë jeni ndërgjegjësuar është tashmë një forcë vepruese në botë, atëherë, do të thoshte Pali, mjafton të shihni njerëzit përreth jush dhe do të dalloni se kujt ja ka dorëzuar Perëndia ata. A ka ndonjë sot, 20 shekuj pasi Pali e shkroi, që ta sfidoj tezën e tij? Pika e tretë. Çlirimi nga zemërata e Perëndisë. Në 3 kapitujt e parë të Romakëve, Pali preokupohet të na ngulit këtë pyetje. Nëse zemërimi i Perëndisë zbulohet nga qielli mbi çdo pabesi e padrejtësi dhe se po vjen një ditë zemërimi në të cilën Perëndia do të shpaguaj secilin sipas veprave të tij, si mund ndonjëri nga ne t'i shpëtoj këtij shkatërimi? Pyetja është urgjente, sepse ne jemi të gjithë nën mëkat. Nuk ka asnjë të drejtë, as edhe një. Dhe gjithë bota do të bëhet fajtore përpara Perëndisë. Kapitulli 3, vargjet 9 dhe 10 dhe vargu 19. Ligji nuk mund të na shpëtojë, sepse efekti i tij i vetëm është që të nxit mëkatin dhe të na tregoj se sa larg jemi nga drejtësia. Petkat e fesë nuk mund të na shpëtojnë, ashtu sikurse edhe rrethprerja fizike nuk mund t'i shpëtonte dot hebrejt. Atëherë, a ka ndonjë mënyrë për të shpëtuar nga zemërata që po vjen? Ka, dhe Pali e di se cila është. Pali shpalli, duke qenë tani të drejtësuar nëpërmjet gjakut të tij, do të shpëtohemi nga zemërimi me anë të tij. Kapitulli 5, vargu 9. Nëpërmjet gjakut të kujt? Nëpërmjet gjakut të Jezu Krishtit, birit të mishëruar të Perëndisë. Çfarë do të thotë që të drejtësohesh? Do të thotë që të falesh dhe të pranohesh si i drejtë. Dhe si ndodh që ne drejtësohemi? Përmes besimit, domethënë, përmes një zëbese vetmohuese në personin dhe veprën e Jezusit. Si mundet që gjaku i Jezusit, domethënë vdekja e tij flijuese, të formoj bazën e drejtësimit ton? Pali e shpjegon kështu te Romakëve kapitulli 3, vargjet 24 dhe 25, ku ai flet për shpengimin që është në Krishtin Jezus, të cilin e paraqiti Perëndia si pajtimore nëpërmjet besimit në gjakun e tij. Çfarë është një pajtimore? Pajtimorja është një flijim që shmang zemëratën përmes shlyerjes së mëkatit dhe anulimit të fajit. Siç do ta shohim më në detaje më poshtë, kjo është vetë zemra e Ungjillit, që Jezu Krishti, përmes vdekjes së tij në kryq, si zëvendësi dhe mëkatmbartësi i ynë, është shlyesi për mëkatet tona. 1 Gjonit, kapitulli 2, vargu 2. Mes nesh mëkatarëve dhe turfullimit të zemëratës hynore, qëndron kryqi i Zotit Jezus. Nëse jemi të Krishtit, përmes besimit, atëherë jemi të drejtësuar përmes kryqit të tij, dhe zemërata nuk do të na prek kurrë. As në këtë jetë, as në jetën e përtejme, Jezusi na shpëton nga zemërimi që po vjen. 1 Thesalonikasve, kapitulli 1, vargu 10. Një realitet solemn. Është një e vërtet e pamohueshme që tema e zemëratës hynore është trajtuar në të shkuarën në mënyrë spekuluese, pa droj dhe madje pa keqdashje. Ka pasur padyshim edhe nga ata që kanë predikuar për zemëratën dhe mallkimin, pa derdhur asnjë pikloti dhe pa vajtuar në zemrat e tyre. Padyshim që shumë veta janë indinjuar kur kanë parë sekte të vogla fetare që me gëzim e shpallin të gjithë botën të dënuar në ferr, me përjashtim të vetes së tyre. Megjithatë, nëse duam që ta njohim Perëndin, është jetike që të ballafaqohemi me të vërtetën për sa i përket zemëratës së tij, pavarësisht se sa e dalmode mund të jetë kjo gjë dhe pavarësisht se sa të forta mund të jenë paragjykimet tona fillestare kundër saj.
Përndryshe nuk do ta kuptojmë dot ungjillin e shpëtimit nga zemërata, as arritjen pajtuese të kryqit dhe as mrekullinë e dashurisë shpenguese të Perëndisë. Nuk kemi për ta kuptuar as dorën e Perëndisë në histori dhe mënyrën se si Perëndia po i trajton tani bashkëkohësit tanë. Ne nuk do të mund t'i gjejmë fillin, kuptimit të librit të zbulesës dhe ungjillizimi ynë nuk ka për të pasur as pak urgjencën për të cilën na nxit Juda. Shpëtojini të tjerët me frikë, duke ja rrëmbyer zjarrit. Juda 23. Njohja jonë e Perëndisë dhe shërbimi ynë ndaj tij nuk do të jenë në përputhje me fjalën e tij, nëse nuk e njohim zemëratën e Perëndisë. Zemërimi i Perëndisë, shkroi A.W. Pink, është një përsosmëri e karakterit hyjnor për të cilën duhet të meditojmë rregullisht. Së pari, në mënyrë që zemrat tona të ndikohen si duhet prej neverisë që Perëndia ka ndaj mëkatit. Ne gjithmonë priremi ta marrim lehtë mëkatin, ta mbulojmë shëmtinë e tij, të ofrojmë justifikime për të, por sa më shumë të studiojmë dhe meditojmë mbi neverinë e Perëndisë ndaj mëkatit dhe mbi hakmarrjen e tij të tmerrshme kundër tij, aq më tepër do të kuptojmë neverinë e tij. Së dyti, për të zgjuar një frikë të vërtet për Perëndinë në shpirtin ton, le ta ruajmë këtë hir, me anë të cilit i shërbejmë Perëndisë në një mënyrë të pëlqyeshme, me nderim e me frikë, sepse Perëndia ynë është një zjarr që konsumon. Hebrejve, kapitulli 12, vargjet 28 dhe 29. Ne nuk mund t'i shërbejmë dot atij në mënyrë të pëlqyeshme, nëse nuk ka një drojë të përshtatshme për madhështinë e tij të jashtëzakonshme dhe një frikë të perëndishme për zemërimin e tij të drejtë. Dhe këto gjëra kultivohen më mirë duke sjellë shpesh ndërmend faktin që Perëndia ynë është një zjarr që konsumon. Së treti, që të nxit shpirtrat tanë në lavdërim të zjarrt për shkak se jemi të çliruar nga zemërimi që po vjen. 1 Thesalonikasve, kapitulli 1, vargu 10. Gatishmëria dhe hezitimi ynë për të medituar mbi zemërimin e Perëndisë bëhet një test i sigurt i qëndrimit të vërtet të zemrës sonë ndaj tij. Atributet e Perëndisë, faqja 137 dhe 138. Pink ka të drejtë. Nëse duam që ta njohim me të vërtet Perëndin, por edhe të njihemi prej tij, ne duhet që t'i kërkojmë atij të na mësojë sa më shpejt se si të ballafaqohemi me realitetin solemn të zemëratës së tij.